Kolon shumë e rëndësishme e ekonomisë së sotme është pa diskutim menaxhimi eficient i burimeve njerëzore, ku rol të rëndësishëm luan trajnimi, selektimi dhe çkash më rëndësishme motivimi i forcës së punës. Të gjithë këta element janë instrument rëndësishëm që krijojnë një përparësi të qëndrueshme konkurruese të organizatave në treg, i shton vlerë atyre, si dhe çon përpara performancën individuale dhe atë organizative. Më gjërësisht ne do të flasim me zonjën Elida Motro Iliasi, eksperte e burimeve njerëzore. Mirë se erdhët. Mirëmëngjes, së gjeta. Të gëzoni studion e re. Ju falenderit. Kënaqësi t'ju kemi ju në studio. Faleminderit. Realizoni në vazhdimsi anketime dhe sondazhe rreth menaxhimit të burimeve njerëzore. Si do t'i vlerësoni kompanitë shqiptare sa i përket motivimit të punëtorëve? E para njerë, faleminderit për temën, është shumë e rëndësishme. Do doja të bëja të vendosja 2-3 pika para se të fillonin bashkë. E para, ne nuk i drejtohemi të gjithëve, nuk mund të themi që dim për gjithë shka dhe për këdo, por i drejtohemi atyre bizneseve, kryesisht bizneseve shqiptare, të cilat sot kanë nevojën që të merren me asetin e ri. Sepse mund të jetë ndoshta elementi më konkurrues në treg. Ju thatë pak fjalët përpara dhe ishin shumë të mirë ndërtuara, shumë të bukura. Nëse do të thjeshtë zoja, do të thosha që ka ardhur koha që biznesi shqiptar të marrë të shohim me seriozitet çfarë bëhet me punonjësit. Keni parasysh jetojmë në një shoqëri e cila në mënyrë të vazhdueshme në këto 25 vjet paktën, ka dëgjuar vetëm kriza, ka dëgjuar vetëm gjendje të jashtëzakonshme, ka dëgjuar marrje pushteti, ka dëgjuar pamundësi të bërjes. Revanshizëm tërsi. Domethënë në përgjithësi është një agresivitet i përgjithshëm që vjen nga politika dhe që pastaj zbret poshtë dhe në ekonomi kjo absolutisht drejtohet. Si shkon kjo tek njerëzit? Është tek pjesa që na vritet pjesa e motivimit. Dhe nuk dua prapë të flas për ata të cilët kanë vendosur të lënë Shqipërinë. Unë nuk do ta doja, vetë kemi zgjedhur të rim këtu, por flasim për ata që kanë zgjedhur të rim këtu dhe që duan të dalin mban këtu. Nuk mund të bëhet ndryshe nëse nuk merren me njerëzit. Por ty përgjigjesh pyetjes suaj. A në biznesin shqiptar a motivohen? Nuk mund të ketë një përgjigje absolute, por siç kemi rënë dakord bashkë, ne bëmë një risonazhim të tregut dhe të themi vëmë një termometër për të parë çfarë ndodh sot në tregun e punës në mënyrë anonime, jo në mënyrë të përgjithshme, jo në mënyrë që të mbuloj këdo, po cili do që ka dashur, dhe atyre që ne ja kemi drejtuar që vinë nga fusha dhe që janë dhe specialist, po dhe punonjës, po dhe kushdo tjetër, cilët nëpërmjet rrjeteve sociale mund të kthenin përgjigje, unë mund të them që në përgjithësi njerëzit mendojnë që kompanitë i motivojnë, por nëse ti i pyet çfarë bëhen konkretisht, unë nuk mendoj se ka ndonjë përgjigje që tregon që dikush merret seriozisht me ta. Si thash pa bërë përgjithësime. Në fakt, për ta kuptuar disi, të intervistuarit janë kryesisht në punës, janë le të them pjesë e stafit të burimeve njerëzore apo drejtues kompanisht. Dhe në të treja rastet si variojnë përgjigjet? Në fakt, nëse do të hidhja një sy tamam çfarë ka qenë, do të thosha që ka të gjitha këto kategori që ju e zut në gojë, kanë marrë kohën dhe i falenderoj që të kthenin një përgjigje. Çdo gjë është bërë online dhe është bërë nga SurveyMonkey dhe është bërë në mënyrë anonime. Mund të them që janë rreth 15% janë drejtues biznesesh. Janë rreth 25% drejtues të burimeve njerëzore ose specialist ose ekspert. Dhe pastaj kemi rreth 34% që janë të papunë. Dhe pastaj kemi pjesa tjetër që janë të punësuar në vende të ndryshme, në sektor ndryshëm, industri të ndryshëm, dhe ata janë që flasin dhe japin mendimin e tyre për këtë gjë. Pra nuk mund të themi që i kemi të mbuluar si thash, të gjithë, por këta që kanë folur me këtë termometër që kemi futur në tregun e punës për të parë se si është dhe me kaq pak mbulesë, ne mund të themi që problemet janë në fakt siç janë në gjithë botën. Nuk është se këtu tek ne nuk njihen, nuk është se këta drejtues të burimeve njerëzore nuk e njohin, por fuqia që i jepet nga drejtuesit e bizneseve është shumë e ulët krahasuar me ç'mund të jepet një fuqi dikujt në një vend tjetër. Është zgjedhje tyre apo është le të themi realiteti ekonomik i cili kushtozon në një farë mënyrë? Fjala kyçna, të gjitha aty është ekonomik. Pra nëse ti burimeve njerëzore nuk i lë të kenë buxhet të tyre, ti trajnosh ata vetë, tu japësh një mundësi që ata të punojnë me punonjësit, realisht do ngelemi në kuadrin e fjalëve. Nëse nuk jepet. Shihet shpesh herë si një, le të themi, në momentin që dikush rekrutohet, ai është pjesë e kompanisë dhe këtu mbaron gjithçka, i vazhdon të jetë punëtori i saj për një periudhë gjatë,
nuk e shohin mundësinë e trajnimit vazhdueshëm e promovimit të këtij punëtori kompanitë shqiptare, po flasim gjithmonë në raport me kompani jashtë vendit, dhe ju keni një uri dhe eksperiencë. Unë do të thosha në fakt, nëse donim ta përgjithësonim, do të thosha siç kemi thënë dhe më përpara, realisht tek ne gjithmonë më shumë po ndihet kjo nevojë, por në momentin kur në treg kërkesa dhe oferta kanë një disproporcion të jashtëzakonshëm, ideja është që kur merret dikush në punë, është që është më i miri të mirëve, në përgjithësi flas, sepse do vim çik më mbrapa tek një pikë çfarë mendojnë njerëzit për këtë gjë, kur merren në punë ose jo. Dhe ata kur vinë, realisht është në një farë mënyrë që gëzo që morë vendin e punës dhe mos prit më shumë. Mos prit më shumë që unë të motivoj ty për shembull, duke e bërë shumë të qartë tek ty cila është paketa e kompensimit dhe si lidhet kjo paketë me performancën tënde. Unë besoj me përjashtim të kompanive, të cilat siç kemi thënë, kompanitë nëna, kompanitë am, që janë diku në një vend dhe këtu kanë filialin, e bëjnë sepse e kanë në standardet e tyre dhe dihet që do të bëhet. Të tjerët unë nuk mendoj se e kanë dhe nuk mendoj se e ndjejnë si nevojë. Dhe siç kemi thënë, ajo që i thuhet zakonisht dikujt që merr përsi për burime njerëzore, i thuhet meru me njerëzit, me hiq qafe se u lodha. Dhe në fakt, ky drejtues biznesi që ja del sot në banë në këtë treg kaq të vështirë, me kaq vështirësi, sigurisht që e ka një ngarkesë më të madhe nëse do merret dhe me punojësit tek. A vreni një trend të kompanive në tërësi drejt kësaj filozofie për cilën ju po flisni, këtij modeli i cili përcillet dhe na vjen nga jashtë? Sondazhimin që ne folëm për motivimin është bërë atë që pas fundit ishte nga 2014, do mundova të ndiqja në vite përgjigjet që kanë ardhur për të gjetur një, siç thash, një krahasimisht, një numër krahasimisht vogël, por që mund të jetë bazë për të thënë diçka të vërtetë sot. Dhe cila është ecuria nga viti në vit? Fatkeqësisht unë nuk shoh që të ketë një rritje të interesit që të motivohen punonësit më shumë. Ka pasur më shumë programe që kanë qenë për te i rrogës, programe zhvilluese, programe që kanë qenë brenda kompanisë ose që kanë qenë në kompani tjera ose nga kompani që janë trajnuese në treg. Ajo që po shohim sot është gjithmonë më vështirë edhe interesi që t'i bësh punonësit e burimeve njerëzore të vinë të ndjekin një trajnim në vazhdimsi. Kanë arritur në pjesën që është one time thing, që mund të vinë të marrë diçka, çfarë vlere mund të kesh që ti vjen me një trajnim për paketën e kompensimit 2 ditë, 3 ditë, le të themi dhe një javë. Nëse ti nuk futesh dhe ta kesh në punën tënde, në mënyrë të vazhdueshme, të kesh marrjen e çfarë është më e mira, si mund ta bëj më mirë, si mund të shoh një kompani tjetër, e cila në fakt mund të më ndihmojë, si mund të shikoj një përvojë pozitive, si mund të provoj duart me një program me stafin tim për një vit dhe të shikoj si hecen. Sa po flasim për këto, atëherë punojnë si burimeve njerëzore, do të vej tek drejtuesi, futen gjithë këto në ca kalandra greke që në fund fare janë lodhur gjithë dhe nuk duan më ta bëjnë këtë gjë. Dhe nëse kjo bëhem përpara, do të thosha në 2007 për shembull ishte shumë e bëshme. Dhe e lidhur ngushtë me këtë do të thosha edhe për përgjegjësinë e korporatës, për përgjegjësinë e kompanive që dalin fitimprurse, përgjegjësinë që kanë ndaj komunitetit. Këto programe që në fakt rrisin motivimin e punonjësve dhe duket si paradoksale, këto në fakt janë duke u ngushtuar, thjeshtëzuar dhe mund të thuhet sot që bëhet zhurmë e madhe që shkojnë dhe japin gjak për shembull, që është një ditë gjë dhe që shkojnë dhe është shumë e lavdërueshme, por nuk është një pjesë që ke të bëj drejt për drejt me motivimin e njerëzve, për t'i bërë të ndihen që puna që kemi thënë të jetë me kuptim, për t'i bërë që të shohin që janë në një ambient që është transparent, për t'i bërë që shohin që janë në një vend që njerëzit duan t'ia dinë për ta, interesohen për ta, e të tjera e tjera. Por që në përgjithësi do të thosha që nuk mendoj se ky trend është pozitiv. Në fakt, ju keni bërë një sondazh, keni bërë një anketim, si rezultojnë kompanitë, bizneset e vogla, të mesme dhe të mëdha në raport me motivimin. A ka një ndryshim të madh mes tyre? Shiko, e gjitha gjëja që po flasim ka të bëjë me këtë gjë që thamë. Kompanitë e mëdha, të mirë ndërtuara, të cilat kanë në bazën e tyre një strukturë, e cila mund të jetë edhe imponuar, siç thash, sepse janë filial, kjo gjë bëhet dhe krahasimisht kanë mundësi të adoptojnë këtë lloj filozofie. Krahasimisht me bizneset e mesme dhe të vogla që janë tërësisht shqiptare,
do të thosha, kuptohet, nuk mund të flasim me përgjegjësime, po do të thosha që e gjitha varet nga filozofia e drejtuesit. Nëse drejtuesi është dikush i cili e shikon si të nevojshëm, e shikon si të vlefshëm, pikërisht është ky që investon tek burimet njerëzore. Nëse jo, atëherë shohim që çdo gjë bëhet si rutinë, njerëzit janë që bëjnë një punë sepse duhet ta bëjnë, sepse s'kanë një mundësi tjetër, sepse akoma nuk kanë parë dritë jeshile të shkojnë diku jashtë, sepse duhet të rrisen fëmijët. Domethënë, është një gjë e cila në vend që të jetë një vend që ti shkon dhe ti prodhon për atë që të ka marrë në punë, është një vend ku ti shkon edhe bën aq sa mund të bësh. Mundohesh, siç thash, të jesh në sytë të tjerëve në rregull, dhe këtu mendoj që vritet tamam edhe pjesa e motivimit ton njerëzor. Të çosh në mëngjes pak të driving, pak të nervin që të vesh të bësh diçka. Investimi i drejtuesve të kompanive, i cili më vonë më pas përcillet si le të themi motivim tek në punësit, a është gjithmonë i karakterit financiar? Ose le të themi, pa diskutim që është dhe për te kësaj, por cilët janë ato element, le të themi, që pasurojnë motivimin në ambientin e punës? Pyetja është shumë e mirë. Do me thënë, themi, kur ne pyesim dhe themi që cila është paketa juaj, nga se përbet paketa juaj, ose cili është elementi që ku ju me gjithmonë vlerësoni më shumë, është paga bazë, themi, janë benefitet të ndryshme që ju mirëni, të cilat takojnë me ligj, a janë benefitet tjera të cilat jepen nga kompania, a ka programe tjera zhvilluese, në fakt edhe nga specialistët e burimeve njerëzore, është që shumica i mësojnë pagës. Ndërkohë që dihet që në vitet e fundit ka pasur një ngrirje të pagës për shkak të krizës, kështu që edhe vetë motivimi i përgjithshëm dhe në ato kompani kur disa drejtues megjithmonë e kanë dëshirën e mirë që të bëjnë të anën tjetër jo monetare, por që përkthehet në rritje të ardhurar për kompaninë, edhe në ato raste unë besoj që punonjësit, për shkak se burimet njerëzore nuk janë shumë të qarta në këtë gjë, punonjësit nuk janë të sqaruar shumë për këtë gjë. Dhe shpeshherë është e gjitha bëhet e barazhvlefshme me pagën. Në fakt, çfarë do të sugjeronit ju për këta drejtues kompanish, cilët ndoshta në shumë raste kanë pamundësi le të themi kompensimin nëpërmjet pagës, si mund t'i motivojnë ato në punësit dhe punëtorët e tyre? Në para fare do thosha njërë është duhet hequr mendimin që pagat janë një kosto. Paga është një investim që ti bën tek këta njerëz. Dhe që këtu fillon filozofia, mendojon për së mbari. Nëse ti do të dish që me këta punonjës mund të bësh të themi çuditëra, siç kanë bërë shumë, ideja është që fillon të mendosh në mënyrë shumë kreative dhe të gjesh çfarë funksionon për ta. Për shembull, nëse jemi në një kompani që bazohet në shitje, unë do të thosha në këtë rast është ndër rastet më të suksesshme që kur punon me punonjësit, ta bësh shumë të qartë që paga nuk është elementi kryesor në byrekun e paketës kompensimit, por pjesa variabël e lëvizshme, ajo që varet nga fitimet e punës tënde nga shitja, është që është më e mira për ty. Në rast se bën këtë gjë dhe e bën sqarimin që e bën të qartë dhe ke një sistem transparent që ti e kupton më njëherë benefitin ti e merr, përfitimin e merr më njëherë sapo bëhen shitjet, por jo shitja që nëse po shite. Success në anglisht ose pagesa në rastet e le të themi një kontrate. Commission-based, po. Që mund të jenë në fakt ajo që do thosha te drejtuesi i biznesit është në këto momente është në interesin e drejtuesit, në varësi me çfarë merret, ku del buka, nëse buka del me shitjet, atëherë je interesuar që baza të jetë më e vogël dhe e fiksuar, por të jetë e sigurt, dhe të japi një farë siguri punonjësit që është i lidhur me ty. Dhe pastaj gjithë pjesa tjetër, le të jetë ndryshueshme, po të jetë që në fund të muajit personi e kupton që e ka marrë. Por nëse ke të bësh me një kompani tjetër, e cila nuk ka të bëjë me këtë gjë, por në bazën e produktit apo shërbimit me anë të cilit ka dalë në treg, në varësi të saj duhet bërë prapë edhe paketa e kompensimit. Pra, janë disa variabla aty brenda në këtë themi ekuacion, të cilat duhet të ndryshojnë, por në fund të ditës punonjësi do ta marrë të barabartë dhe do ta marrë të plotë dhe do ta kuptojë që çdo organizim që bëhet sepse drejtuesi do t'ia di për të. Do t'ia di për të. Ajo që kuptojmë shpeshherë është që njerëzit ndihen që asnjë nuk i pyet, ose edhe nëse i pyet sa bëre sot. Por është shumë e rrallë kur dikush pyet, ose kemi ekstremin tjetër, kur janë bizneset e vogla, kur çdo gjë që pyetet për familjen.
por nuk pyetet se si mund të zhvilloj që këtë punë që ti sot e bën për 8 orë, apo që shikoj që rinë 9 orë apo 10 orë, ta bësh çfarë duhet bëj unë si drejtues. Qofti burime njerëzore, nëse dikush e ka këtë funksion, në një kompani të vogël është dikush që merr funksione, nuk do të jetë një person me kohë të plot. Por nëse unë kam mundësi të bëj çfarë mund të bëj për ty, me qëllim që ti të harish që këtë gjën ta bësh me eficiencë më të plot dhe ta bësh të themi për 6 orë. Kjo është pjesa që unë besoj është një dialog i munguar. Është dialog i munguar. Më vjen ndërmend ai raporti Instati pak kohë më parë, kur shqiptarët punojnë shumë, punojnë për te orarit, por paguhen më pak se sa më saktë vende të tjera në rajon edhe më deklarojnë që punojnë, sepse nëse me kaq njerëz të zgjuar sa kemi rreth e rrotull të punohej kaq gjatë, edhe rezultatet do ishin shumë më të larta. Ndërkohë realiteti i vendeve skandinave ku nuk ekziston më 8 orarshi, është reduktuar në 6 orë. Le themi eficienca në punë atje është më e lartë. Unë do të thoshe prapë në varësi të çfarë është produkti apo shërbimi që bëhet, janë bërë ndryshimet. Nuk mund të thuash që është hequr, nuk mund të hiqet, është në varësi të punës dhe në varësi të çfarë është mirë për biznesin në fund të ditës, sepse ai është që mban gjithë përgjegjësinë. Flas pronarët, bordi drejtues, po në varësi të saj kanë gjetur çfarë funksionon mirë për punonjësin. Dhe kjo është pastaj pjesa që është plotësisht e diskutueshme. Një pikë që desha të diskutonin në fakt ishte pjesa në pyetjet e lira që kemi bërë dhe themi cili është problemi kryesor sot në paketën e kompensimit. Shumica e njerëzve janë, domethënë janë dy pyetje, dy përgjigje që dalin. Është meritokracia, dhe kjo është e thënë thatë fare, kur pyetet sa është e lidhur pagesa që ti merr, e gjithë paketa, me punën që ti bën, thonë është një problem i madh meritokracia. Pse? Cilët janë ato elementë që dallojnë të intervistuarit? Ajo që unë doja të thosha në fakt që mendoj që ka vlerë tamam te kjo që po pyesni pse është që shumica e njerëzve kuptojnë këtë gjë, që në fund fare kur paguhemi, kjo nuk është e lidhur me çfarë kemi dhënë. Dhe pastaj nga pjesa e shpërblimit tek pjesa çfarë ke bërë, pra nga performanca, vlerësimi i performancës tek shpërblimi, këtu janë disa sisteme që nuk punojnë. Ose edhe kur punojnë nuk janë transparente. Ose edhe nëse janë transparente, dikush nuk merr kohën të sqarojë njerëzit, thotë që janë transparente, futun e këtu shikojeni si funksionon. Kryesisht në Thë ndryshe, ka të bëjë me ato kompanitë, le të themi që udhëhiqen nga një filozofi disi e prapambetur, ku le të themi drejtuesi i kompanisë nuk i delegon funksionet tek le të themi burimet njerëzore për rekrutimin dhe selektimin e punëtorëve, por i bën vetë të gjitha dhe rezultati shpeshherë ky është. Njerëz të cilët i afrojnë një kompanie dhe për shkak të meritokracisë shpërblehen ndryshe nga njerëz të tjerë të cilët punojnë në përditshmëri. Shumë e vërtet. Besoj është kjo, besoj është ndërhyrja e politikës në vendet e punës. Jetojmë në Shqipëri, e dim që gjithë ndryshimet qeveritare, pastaj pak nga pak, në vitin e parë, vitin e dytë marrin gjithë ndryshimet pothuajse kudo. Fatkeqësisht kjo është futur edhe në biznese. Domethënë gjendet një farë mënyre se dikush të merret dhe e keqja më e madhe është këtyre që bëhen deri i futin në burimet njerëzore. Dhe ajo që kuptoj është që vlerësimi është i ulët. Ajo që mendojnë është që kushdo mund ta bëjë burimin njerëzor, kushdo mund të jetë, sepse çfarë do bëjnë në fundit, do bëj payrollin, do bëj atë listën pagesave, do kujdeset. Do bëjnë mbajtja dokumente, do marrë dikën në punë, ai se dhe po s'di shikon në internet. Dhe unë besoj që ndërhyrja politikës edhe këtu, dhe unë kam parë që në shumicën e këtyre coaching sessions apo trajnimeve që unë bëj me burimet njerëzore, gjë e parë që them është edhe në qoftë se keni ardhur, s'u keni mundësi të mësoni, po duhet të mësosh. Po kjo e gjitha pasaj reflekton tek pjesa që mos dija është që kur ti duhet të bësh tamam të lidhjen, ti japësh kush punon, kujt punon fort, ti japësh çfarë meriton, kjo është pasaj që del në percepcionin e përgjithshëm, në atë ndjesin tonë të përgjithshme, është nuk ka drejtësi. Nuk ka drejtësi dhe ndaj thonë njerëzit që është më mirë t'ikësh jashtë shtetit, apo është më mirë të vesh shumica duan të punojnë. Një tjetër histori ajo, pa diskutim, por një pyetje që kisha. Jo, më falë, e di pse është tjetër histori, sepse atje ka sisteme në vend dhe njerëzit janë të barabartë, nëse ti kalon, flas pa e përgjithësuar, se mund të gjesh plot çuditëra, po. Në parim është një sistem filtrimi që ti kalon, dhe në fund fare je i zoti, more vendin e punës dhe fitove. Kuptohet se thash nuk mund ta përgjithësosh, po është kjo që është e mirë caktuar, e mirë vendosur,
dhe që do zbatohet, sepse ligji është një për gjithë. Shikoni çfarë u bë për gocën e Trumpit. Do vend atje dhe u ngritën gjithë që si do vej, pse të mos marrë statusin civil. Po të marrë statusin është që në fakt do t'jap llogari, që është një ligj i vendosur, shpinë e bardhë, ligj. Dhe ne diskutojmë pastaj në një kompani të vogël që thuhet vjen tjetri pa CV dhe futet diku. Ka përcjellë procese? Po, dhe mendoj që tek të gjithë të tjerët që kanë hyrë në proces dhe kanë dalë me ata fitimtar, kur dikush futet me short, ka atje shpishur gjithë sistemin. Dhe pastaj ne jemi në idenë që këtu s'bëhet ky vend. E qartë. Jo se s'janë mundësit, këtë desha të thoshe. Mundësit janë, ligji është. Edhe ata që s'din mund të mësoj. Po sikur në internet futesh, të shkarkosh 2-3 gjëra dhe i marrësh se si bëhen. Për të kthyer motivimit, një karrierë e vrrullshme dhe e suksesshme, a është motivim vetvete? E vrrullshme. Një person i cili nis një karrierë e ngjit atë shpejt, pavarësisht pagës ose paketës financiare, por arrin sukses me njëhershëm, të temi promovohet dhe... Por nuk ka promovim financiar, thonë. Dhe është e vlefshme kjo. Ajo është pa diskutim një vlerë më vete. Pra ja e thateri, sepse shiko, nuk mund t'i ndash. Të gjithë ne jemi që në fund të ditës duam të vlerësohemi. Ajo ka të bëjë me të pranuarin në shoqëri. Pra, nëse puna jote vlerësohet, është që e pranuar dhe po bëhesh dikush në kuptimin e mirë të fjalës, si ka kuptim, ka vlerë ajo që ti bën. Në rast se kjo përkthehet me një pagë inekzistente, ose të vogël, ose qesharake, ose vrullyt, dhe ndaj thash fjalën vrrullshëm, do bjerë shumë shpejt. Yti imi, tjetrit. Do bjerë shumë shpejt sepse nuk shikon të kthehet mbrapsht si investim. Dhe në fund të ditës është një treg. Ti nuk mund të dalësh në një treg dhe të marrësh të flasësh për teori. Në treg do blesh pantallona, do japësh lekë dhe do marrësh pantallonin. Do dalësh në punë, do japësh aftësitë tua, eksperiencën, shkollimin, gjithçka interpersonale, do të bësh një punë dhe do të marrësh shpërblimin. Nëse ky treg ka një disbalans, atëherë të dyja palët nuk do jenë të lumtur. Unë do thosha për shembull ndodh kjo me personat cilët e nisën me vrull dhe janë shumë të mirë si profesionist. Dhe bëjnë ca gjëra shumë të bukura. Në fund fare, ju premtohet ose në fillim ju është premtuar paga ose një pagesë që mund të jenë ekspert, që mund të jenë që bëjnë diçka, që mund të jenë persona që punojnë në element të lirë, të themi, freelance. Dhe pagat e tyre vonojnë me muaj, mund dhe viti. A mendon që ky person do ta ketë prapë atë inspirim që kishte në fillim të punonte? E para fare njëherë do t'i mungojnë lekët për kafe. E dyta do t'i mungojnë lekët që të ulet dhe të lexojë, të blejë diçka. Pra është një sistem që unë mendoj, nëse nuk rregullohet drejt për drejt, ti punon, ti shpërblesh, motivimi brenda është pastaj që është një gjë e cila ngjelet teori. Nuk e di po ktheva përgjigje. Pa diskutim, por po flasim për anën financiare, por po flasim edhe për një punë e cila të jep satisfaksion. Një punë që në rastin e kundërt nuk të jep satisfaksion, por ana financiare është e mirë. A jemi në kushtet, le të themi, kur personi është i motivuar? Çdo unë besoj në ciklin e jetës. Në ciklin e jetës ki parasysh që ka raste, dhe kjo është nga me këdo që unë punoj është e vërtet. Të themi janë 3 gjëra që mund të kenë shumë vlerë në gjërat që ne bëjmë. Është vlerat që ti ke, çfarë ti ke që i ke të shenjta në kuptimin kryesor, me ato që të bëjnë që del në mëngjes dhe je i kënaqur. Ka aftësitë të cilat janë hedhur në ty, janë lindur, ti je bërë në mënyrë të mrekullueshme dhe je ky që je shumë unik. Edhe e treta janë interesat. Tani, në këto të treja, shpeshherë interesat janë ato që ne na vënë përballë ca gjërave që shpeshherë të bësh një punë që aftësitë nuk janë më të mirat, dhe vlerat e tua mund të kompromentohen. Zakonisht kjo është e këshillueshme të zgjasë për një kohë sa më të shkurtër, sepse ndryshe vjen ajo që themi cvilitja mendore. Arsyeja vetme është kjo. Ka raste kur për një arsye apo për një tjetër dikush ka të themi ka një kredi të madhe, i duhet të bëj 2 punë, i duhet të bëj dhe një punë që thonë, i themi deridaj, po ka plot që në parim të themi, ne si njerëz ka kurba në jetë që të duhet dhe shpeshherë dhe t'i bësh. Kjo nuk do të thotë që është e këshillueshme, por tregu është treg. Është si shtam për çdo gjë tjetër. Në një treg shpeshherë e gjën atë që do, shpeshherë nuk e gjën, por ti kërkon, por gjatë kësaj kohe ti duhet të kesh diçka që të dalë leku në bankë apo jo.
Që unë nuk mendoj se janë të ndara me thik, por në përputhjen e këtyre të trejave që ne folëm, vlera, interesa dhe aftësi, unë do të thosha që është ideale kur ti gjën të punojnë syt. Dhe kjo është detyra e burimeve njerëzore, parsore, gjën cilë është ai çelës që të motivon. Dhe nëse shef që dikush për shembull në atë kohë të jetës vet ka shumë nevoja se ka 2 fëmijë që kanë shkollë apo ka 1 fëmijë që ka të smur, kjo është detyra e burimeve njerëzore, ta bëj që motivimi për atë pjesë. Nuk diskutojmë me aftësitë ti i ke se ti je në këtë punë, po diskutojmë që interesi yt është të punosh më shumë. A mund të përfshirun ty në një projekt tjetër i cili mund të thotë ti ke fituar në këtë kohë besnikrinë e këtij punonjësi. Ky është motivimi. Dhe nga ana tjetër, njerëz të pamotivuar, si le të themi, si ndikojnë, si influencojnë në një kompani. Shkencërisht është vërtetuar që punonjësit ndahen në përgjithësi, ndahen në punonjës të cilët janë të përfshirë totalisht, që janë të përfshirë në mënyrë indiferente, themi që janë aty, edhe që nuk janë të përfshirë. Realisht në anglisht tingëllojnë më mirë këto, po kështu përfshiret, po e themon. Në fakt është engagement që futesh më shumë, që je shumë më përfshirë. Ideja është që një punonjës që është në fashën poshtë, që është disengaged, që është jo, që nuk do, që nuk ka motivimin e dur të bëjë atë gjën, efekti në një skuadër, efekti negativit i mund mbulohen vetëm me 6 nga këta të super përfshirët, super talentuarit. Në me thënë, defekti është nga ajo që ndodh nga persona që ne rëndomi quajmë negativ. Rëndomi quajmë persona që nuk duan t'ia dinë, s'kan interes për këtë kompani, ose s'kan interes që janë, këtu nuk e di se si janë gjëndur. Në fakt, ajo që është vrarë shpeshherë, me që po flasim për motivimin, është pikërisht kjo. Janë vrarë tek pjesa që ndihen të pa duhur atje ku janë, ose të pa trejnuar atje ku janë, ose jo në vendin e duhur për aftësitë që ata kanë, ose diçka bie ndesh me vlerat e tyre. Kjo është pjesa që unë mendoj që burimet njerëzore, një sy një sy vigilent, po dhe dashamirës i burimeve njerëzore, është që mund të kapte pikërisht këta njerëz dhe të merre. Këto janë ato që ne quajmë programe zhvilluese. Që të merresh me ca persona të gjësh nga se vjen kjo. Gjëja me kollajt sot që mendojnë është ose e hiqe, por sa herë një person ikën aq herë, kemi thënë, është që në fakt ikën është shumë me kosto për kompaninë. Të trajnosh, ta rekrutosh fillimisht, ta trajnosh. Dhe këto janë shkencërisht të vërtetuara, që largimi një punonjësi dhe marrja një punonjësi tjetër është një humbje për kompaninë. Megjithse ka, do të thënë, në kaq kohë mund të thuash për ndaj motivimi shpesh herë ka të bëjë me atë amalgamin, le të themi punën në grup të stafit. Po. Pa ekzistuar kjo, është disi e vështirë. Mendoj që po. Po jo gjithmonë puna në grup mund të kompensoj për dikë që duhet të rri atje dhe të vegjetoj. Siç janë rastet kur është një pushim nga puna që është i shëndetshëm. Që nëse dikush është i munduar që ta kthesh, ta afrosh, ta motivosh. Dhe prapë shikon që nuk funksionon, unë mendoj që çdo skuadër ka drejtën që ta largojë. Unë besoj që ka një pushim nga puna të shëndetshëm, kur është e lidhur me performancën gjithmonë, me motivimin e tjerëve. Dua të kaloj në një moment tjetër i cili prek shumë motivimin, është kuadri ligjor. Sa ndërveprojnë këto me njëra tjetrën? Kuadri ligjor, le të themi, ai elementi i cili krijon bazën e kushteve të punëtorit në një ambient pune. Dhe më pas vjen motivimi. Unë do të thosha që në gjithçka që flasim bashkë, motivimi është një dimension shumë herë më i madh, pa diskutim, personalisht çfarë takon me ligjin, unë nuk i diskutoj që duhet i jepen punonjësit. Jemi në një ekonomi ku rroga, paga, çfarë të takojnë benefitet, janë në fakt është e barazvlefshme me rubinetin e gjithçka që të hyn apo del në shtëpi. Domethënë ti nuk mund ta konceptosh, nuk mund të konceptohet që dikush që punon sot është që të mbaj pagat e punonjësve, apo të mos ju japi çfarë u takon, apo të mos bëj kontratën siç u takon me ligj, apo të marrin të bëjnë gjëra të ndryshme, të cilat janë të zezë, gjysmë të zezë, grigjo, gjysmë grigjo. Unë këto nuk mund t'i çoj në mend që në falë dikush që do të heci si biznes të ketë këtë mendësi për punonjësin.
Kjo nuk ka të bëjmë me motivimin e tyre, sepse motivimin e ke vrarë që ditën e parë, ku ti i thua që kontratën do ta bëjmë pas 3 muajsh. Të shikoj një herë pastaj. Ndërkohë ligji këto i ka parapar. Kështu që nuk ka, unë mendoj që kjo është, më falni. Duhet kisha marrë çikullin. Një gotë ujë, lutem. Ideja është që në qoftë se ne flasim për motivimin, personalisht ajo që unë dua të vazhdoj të them është çfarë ti bën brenda punës për interesin tënd si biznes. Por kjo nuk futet fare në kontratën bazike që ti ke me punojësin. Kontrata bazike është në bazë të ligjit. Ajo i takon, është siç tham, një treg në cilin nuk mund të bësh vetëm me njërin anë. Nëse do të shkosh gjithmonë me win-lose, do të thënë unë do dali fituar, ti do dali humbur, në mënyrë të vazhdueshme, kjo pak në pak do të thetë një bumerang për biznesin. Dhe ne kemi dëgjuar shumë që ka shumë punonjës që kur flasin me njëri tjetrin, thonë ka hapur dikush vende pune dhe është online, mos shko aty se aty s'të paguajnë. Ose dikush ka hapur që do të bëj këtë gjën për këta që janë të themi punonjës të lirë ose freelance. Vazhdimisht merren telefon dhe pyeten, a paguan? Pyetja e parë. Pyetja e parë, sepse realisht mund ngiren borxh prej shumë. Rikthehemi përsëri tek ai realiteti ekonomik në vend i cili cënon shpesh herë këto, le të themi, mbarvajtjen e kompanive. Jam me ju. Në fakt është, unë besoj, realitetin e bëjmë ne. Do me thënë, nëse dikush është që do të bëj të heci në biznes, unë besoj që e kanë dorë pari të zbatoj ligjin. Dhe ligji është çfarë i takon. Punonjësit jepit punonjësit, këto janë në ligj janë të mirë përcaktuara. Nuk besoj që ligji lë boshllëqe. Mund të ketë klauzola që dikush mund të luajë me to, por prap në fund të ditës kur të shkojnë në gjykat, do vejë drejta tek Zoti. E qartë. Por që kjo është bazike, unë mendoj që kjo nuk duhet diskutuar. Përsa i takon motivimit, rroga, apo çfarë takon me ligj, benefitet që takojnë me ligj janë të detyrueshme për të bërë. Në kompanitë shqiptare, sa merret në konsideratë dhe sa vlerësohet kohë qëndrimi, le të themi kohë zgjatja e punëtorëve në karrierë, në funksion karrierës në një organizatë? Ajo që ndodh zakonisht është që dhe në sondazh që doli, shumica nuk është se merret në konsiderat, hiq organizatat, hiq kompanitë të cilat janë të mirë ndërtuara, sistemi bankar, telekomunikacionet, shteti në disa vende, atje ku nuk kanë lëvizur njerëzit prej gjithë tyre kur bëhen zgjedhje. E shohin kohë qëndrimin si një vlerë të shtuar? Është e llojit që njihet, do me thënë duke u njohur me ligj, është që shumica e kompanive e kanë vënë në shkallët e karrierës dhe kjo është e lidhur. Në fakt, në sistemin e drejt për drejt, atje ku realisht hecet, ku njerëzit duan të nxiten, të hecin, kjo do të jetë e lidhur krahasimisht me kompetencat. A janë shtuar kompetencat? A është bërë cilësia e punës më e mirë? A është më i aftë personi? Do me thënë, nuk është se duhet të jetë përsej që duhet të jetë, faleminderit shumë. Po? Nuk duhet të jetë element më vete, por duhet të jetë i lidhur me çfarë jep më shumë personi me kalimin e kohës. Sepse pastaj mund të arrish në rastet që dikush që është shumë gjatë në kompani dhe nuk prodhon, në fakt nuk kapse të paguhet vetëm se po rin në kompani. Dhe kjo është një gjë e cila pastaj ka të bëjë absolutisht me çfarë strategjie kompensimi ka burimet njerëzore atje apo drejtuesi i biznesit. Nëse ata e kanë të lidhur fjala bie, nëse do të ishte në një kompani shitje që tham. Ky personi që ka shumë gjatë aty, kuptohet që ka dhe gati gjysmën e portofolit të shitjeve, sepse janë klientët cilët kanë lidhje personale. Kështu që është në fakt në vlerë të këtij biznesi të shtoj rrogën gjatë kalimit të kohës ose të shtoj përqindjen e të themi komisionit që merr. Po flasim teoretikisht se si duhet të ishte, por si qëndron, si është realiteti sot. Kohë qëndrimi, besnikëri ndaj organizatës dhe nga ana tjetër cilësi e cila vjen së fundmi i afrohet organizatës, cilësi, kualitet i lartë, afrimi punëtorëve të rinj më të kualifikuar në letër. Është gjithmonë kjo përplasje e madhe mes të dyve. Si vlerësohet sot në kompanitë shqiptare? Shiko, ju thatë si ndodh dhe sa ndodh kjo. Si që thash, në praktik, pa i vënë këtë teorinë që ne thamë, drejtuesit e bizneseve e kuptojnë sepse është në interes të biznesit, që personat cilët japin shumë dhe me kalimin e kohës kthehen në të themi të domosdoshëm për biznesin, ata gjejnë mënyrën dhe dinë
din ti motivojnë. Dhe zakonisht futen edhe në familjet e tyre në kuptimin që investojnë për fëmijët e tyre. Dhe këto janë tradita shqiptare të mira, mendojnë aty ku ka partneritetet të shëndetshme. Në pjesën tjetër që do të thoshja, a është kjo e këshillueshme dhe në përplasjen midis gjakut të ri që hyn në organizatë dhe këtyre të vjetrëve, e gjitha pasaj është në varësi të çfarë strategjie ka biznesi për zhvillim, për ndënje në vend, për ekspansion, për dalje në tregje të reja me produkte të reja. Nëse do produkte të reja, sigurisht që ti ndofta do të duhet të vi dikush i ri i cili është gjysmë i gatshëm. Mund të jetë aty në letër shumë i mirë. Në fakt, takimi i parë do bëhet në letër. Do shikohet çfarë është në CV, pastaj është burimet njerëzore apo personi që mbulon këtë funksion, që i ka për detyrë të shikojë përtej letrës. Dhe i ka për detyrë të organizojë mundësi të tilla dhe brenda rekrutimit, brenda kësaj periudhe, të shikojë sa të aftë janë që vërtet të produkt të ri që kompania do të bëjë, apo në këtë treg të ri që do të futet, ky person që ka këtë letër shumë të mirë është i Zotit ta bëjë. Në fakt, motivimi duket sikur po i adresojmë dhe po i flasim kryesisht drejtuesve të kompanive, por motivimi, a ka të bëjë edhe me personin vetë? Absolutisht. Dëshira për të motivuar, le të themi. Për të ecur përpara, ndoshta jo i lidhur me një kompani të vetme, por për të bërë karrierë dhe për te një kompanie. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Dhe është shumë me vend kjo që thoni, sepse në fakt janë po, është tamam. Dhe do të thoshe, në fakt janë tre halka të njëjtit zinxhir. Është drejtuesi dhe unë e përmend shumë drejtuesin sepse nëse do doja që dikush të dëgjonte diçka dhe të bënte një ndryshim është drejtuesi, ai di ta bëjë këtë gjë. Doja kuptoj që është për interesin e tij. E dyta halkë është burimet njerëzore, sepse këta duhet merren specifikisht, duhet merren day in day out me këtë gjë. Nëse këta nuk merren në mënyrë të vazhdueshme të shikojnë çfarë funksionon, çfarë motivon njerëzit, prodhojnë më shumë që kjo kompani të jetë më mirë dhe të gjithë bashkë të ecim. Dhe e treta është punojësi. Në fakt, detyra për motivimin në gjithë të sistem që folëm, hapi ballor fillon nga punojësi. Është punojësi që duhet të shtyjë burimet njerëzore apo drejtuesin që do të heci, dhe jo e kundërta. Nëse bëhet e kundërta, zakonisht kjo është hap i shkurtër dhe jo vetëm kaq, por nëse drejtuesi i thot një punojësi që unë dua të bësh këtë apo është shumë mirë të bëjmë këtë, kalon një farë kohë dhe është ky punojësi vetë troket e drejtë si kisha të identi. Në fakt është e kundërta. Duhet punojësi për të mirën e tij të vetë të dalim me do të thoshem propozime, po këto propozime duhet i mendoj mirë. Dhe këto është mirë që t'i kaloj spari. Unë besoj nga menaxheri i linjës, që mund mos jetë burimet njerëzore direkt, po t'jetë me dikë tjetër, ta mirë mendoj, ta mirë shoh, çfarë është mirë për kompaninë. Dhe duke thënë që unë propozoj këtë gjë të shumë të mirë për kompaninë, nga e cila unë realisht do dalë një shkallë më lartë, do promovohen, unë do të mësoj ca gjëra të reja, unë sigurisht që nëse del me sukses do paguaj më mirë. Pra është ky sistem, do të thoshë që ka vlerë. Pasi dhe afrimi shpesh në kompani është sinergji, është prurja një vlere të shtuar, është le të themi zhvillimi i kompanisë nuk është thjesht një individ i cili punësohet, është vlerë për këtë kompani. Është fiks kjo, por në parim e gjitha fillon nga ne. Unë besoj nga ne si punonjës. Fillon nga ne. Nëse ne duam të ecim me një karrierë, ne jemi ata që duhet të shikojmë mundësitë që na jepen. Dhe është shumë mirë të shikojmë brenda kompanisë, dhe ndaj këtu prap fillon roli burimeve njerëzore dhe roli drejtuesit. Mund të ndodhë që ti do të hecësh, siç tha, dua të heci, kam dëshirë, e filloj me vrull. Nëse këto dy hallkat e tjera nuk funksionojnë, automatikisht ky person bëhet demovues. Nuk është më vetëm për veten e vet, por edhe për të tjerët. Këtu nuk hecet. Këtu shiko si bëhet, kushëririm që kam në filan vend në Suedi, apo në Gjermani, apo në Itali, paralelisht me mua heci, merr kaq shumë më tepër në orë se sa unë fillova me këtë, mbaroj me këtë. Dhe në të njëjtën kohë, këtë person që ti vazhdon e paguan, është duke bërë atë që s'duhet bëj, apo jo? E qartë. Zonja Motro, faleminderit. Ishte kënaqësi që ju patëm në studio përsëri. Faleminderit.